Një 36 vjeçar shqiptar është vënë në pranga në aeroportin Malpensa të Milanos, pasi ndaj tij ishte lëshuar një urdhër arresti për tentativë vrasje, ndërsa përballet gjithashtu me akuza për armëmbajtje pa leje dhe për fshirje në mallra të vjedhura. Operacioni u zhvillua nga policia kufitare italiane, pas një hetimi të nisur më 13 prill, kur i dyshuari tentoi t'i shpërtonte ndalimit duke u larguar me vrap, duke u përzier mes pasagjerëve dhe duke hedhur xhaketën për të mos u identifikuar. Më pas, ai arriti të largohej me automjet. Përmes analizës së kamerave të sigurisë dhe verifikimeve në bazat e të dhënave, të mbështetura edhe nga teknologjia e njohjes së fytyrës, autoritetet arritën të konfirmonin identitetin e tij dhe të siguronin një vendim gjyqësor që përfshinte edhe një dënim me 1 vit e 1 muaj burg. Hetimet zbuluan gjithashtu lidhjet e tij, përfshirë një brua dhe një fëmijë që kishin mbërritur së fundmi nga Baku. Pikërisht në zonën e mbërritjeve të aeroportit, teksa priste t'i takonte, ai u ndalua nga efektivët përpara se të largohej. Gjatë kontrollit fizik dhe të automjetit, policia gjeti një pistolet Beretta të kalibrit 7.65 mm me numër serial të fshirë, një karikator me 8 fishek dhe një plumë në fole, të fshehura me sendeve të tij personale në bagazh. Po ashtu, u sekuestruan mjetet të dyshuara për vjedhje me thyerje, pajisja elektronike si GPS dhe telefona celular, si dhe 2 paltarga të falsifikuara, njëra prej të cilave dyshohet se lidhet me një grabitje të mbetur në tentativë në zonën e Kuneos. Në përfundim të operacionit, 36 vjeçari u arrestua dhe u dërgua në burgun e Busto Arsicios, ku do të qëndrojë në dispozicion të autoriteteve gjyqësore.